أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد. Dhe vazhdojmë edhe këtë natë të flasim rreth temës së kaluar. Ajo ishte se el-linu wal-mau'idha al-hasana la yani taghyir ash-sharia. Butësia dhe këshilla e mirë nuk do me thonë me ndryshu shariatin. Dhe folëm se aty ku Allahu xhelle xhelaluhu na ka urdhëruar, na ka këshillu që të jemi të butë, të sjellshëm, të edukum, të jemi këshillues të mirë kur të bëjmë thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, se në këto këshilla dhe urdhra Allahu subhanahu wa taala nuk e ka për qëllim që na të ndryshojmë ligjin e Allahut. Nuk e ka për qëllim që na të ndryshojmë shariatin e Allahut subhanahu wa taala. E si të sillemi but, si duhet të jetë kjo edukata e mirë, këshilla e mirë, butësia, morali i mirë në davet, e përmendëm se këtë e mësojmë prej historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se si ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thirrje, në davet. Cilat ka qenë metodat me të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë të tjerët kur ka bërë davet, kur i ka thirrë njerëzit në islam. Në vazhdim thot hoxha: "Wa min ad-da'wati bil-lin ma ja'a fi qawlihi ta'ala an Musa wa Harun lamma arsalahumullahu ila Fir'aun." Thot dhe prej davetit me butësi, me fjalë të buta, me fjalë të mira, me këshill të mirë dhe me edukat, është edhe ngjarja e Musait me Harunin alayhim assalam, kur Allahu i dërgoi te Fir'auni. Çka u tha Allah subhanahu wa taala? U tha: "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha." Allahu e porositi Musain alayhis salam dhe Harun alayhim assalam që kur shkoni te Firauni, thuni atij fjalë të buta, fjalë të lehta, fjalë të buta, me shpresë që ai të përkujtohet apo të friksohet. Thot hoxha: "Wa hadha al-qawl al-layyin huwa da'watuhuma li Fir'auna ila at-tauhid wa tark al-kufr." Thot kjo fjalë e mirë, fjala e butë që Allah e ka përmendur në këtë Kur'an, në këtë ajet, kur ka këshilluar Musain dhe Harunin me i bë thirrje Firaunit, thot kjo fjala e butë është me thirr Firaunin tauhid dhe me thirr që ta praktikojë shirkun, billini wa rifqi, me butësi, me i thonë leje kufrin, leje shirkun, je duke i bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Kjo është për qëllim. Dhe kjo është për qëllim të gjitha ajetet që Allahu i ka urdhëruar pejgambert e tij që të jenë me edukat të lartë, të jenë të sjellshëm, të jenë të butë kur bëjnë thirrjen davet. Çka tha Allahu për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Sikur ti të ishe i vrasht në zemër, ata kishin u largu prej teje. Kishin u largu prej teje. E kjo vrasësia dhe butësia duhen të jenë thirrjen tauhid. Thirrjen praktikë të shirku dhe kufrit. Thirrje në distancim prej tagutit. Thirrje në adhurim të Allahut subhanahu wa taala dhe në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot: "Walaysa ma'nahu qawlu ba'd ma yahwa Fir'aun." Dhe kështu që imam i madh musliman vëllazni dhe ju motra. Thot kur Allahu i ka thonë Musait alayhis salam dhe Harunit alayhis salam, shkoni dhe thuni fjalë të buta, fjalë të lehta, të mira. Thot se ka për qëllim, shkoni dhe thuni Firaunit
fjalë që i ka qef Firauni. Shkoni dhe thuni Firaunit ato fjalë që ai ka qef. Mos i thuni fjalë që si ka qef, mos e provokojni. Po thuni fjalë që i ka qef. Thotë, ç'o kuptimi kjo? Kuptimi jo fjalë të mira, fjalë të buta, me i thim tauhid dhe mu largu prej shirkut. Wa qad qassa Allah subhanahu wa ta'ala da'wata Musa li Fir'aun wa mujadalatahu iyyahu fil Qur'an fi mawadhi'a kathira. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala na ka treguar për ngjarjen e Firaunit dhe Musa alayhis salam dhe polemikat që ata i kanë pas mes tyre në Kur'an në vende të shumta. Thotë wa bin nadhar ilayha na'rifu al maqsuda min al-lin al-matlub fi ad-da'wa. Thotë kur ti lexojmë këtë ngjarje, thotë kena me kuptu se çka e ka për qëllim Allahu me butësi në këto ajete kuranore. Në rrjedhshmërinë e këtyre ajeteve kuranore, më vonë Musa alayhis salam i thot Firaunit: "Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadhaba wa tawalla." Tash këtë thuja si dush më në kërcënuse, si dush të kesh, si dush të mirë, apo dush më ja thamë. Thot me të vërtet, neve na është shpallë se ata të cilët përgënjështrojnë dhe ja kthejnë shpinën mësimeve të Allahut, ata kanë dënim të dhëmshëm. Ama dush mi tregu që ka dënim të dhëmshëm. E pse ka dënim të dhëmshëm? Për shkak se është përgënjeshtrar, për shkak se është kafir, për shkak se është tagut, i cili adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala, për shkak se i ka dalë karshia Allahut subhanahu wa taala. Tash ta thua si dush të bëj mohabet të kesh, si dush të me tonin pak më të lartë, ama dush më ia thon. Me atë tërheq vërejtën që të largohet prej kufrit dhe të adhuron Allahun subhanahu wa taala. Falam yakun thamma tanazulun aw irda'un li Fir'aun fi da'watihi bil-lin. Fadhas nuk ka pas lëshim nga ana e Musait alayhis salam dhe nuk ka pas plotësim të dëshirës së Firaunit kur Allah i ka thënë foli but. Bal hiya da'watun ila at-tauhid. Përkundrazi ajo është thirrje për tauhid, wa tahdhiru min ash-shirk, dhe tërheqje vërejtës prej shirkut. Wa bayanu ma a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala lil mushrikina min adhab. Dhe shpjegim se çka Allahu ka përgatitur për mushrik prej dënimit. Kama auha Allahu ilayhim bila taghyirin aw tabdil. Çush Allahu ka shpall atyre pa ndryshim dhe pa zëvendësim diçka. Pra, ideja që t'jemi të butë në davet, si ide, është ajet kuranor, është këshill hynore. Mirë po, kjo ide nuk do me thonë me hesht në sfjegimin e tauhidit dhe shirku dhe kufrit. Kjo nuk do me thonë me i po njerëzit duke i bo shirkë Allah dhe ti mos me o tërheq vërejtjen. Kjo nuk do me thonë mos me punu me prioritetin davet. Kjo nuk do me thonë me lanë punën e parë, temelin, bazën, dhe me shku me folë për degët e islamit, për të cilat duhet me folë. Mirë po në davet, duhet me punue me atë që ka punu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Me punët prioritare, me atë të cilën Allah i dërgoj pejgambert e ti. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur e këshillon Musajn a.s. edhe Harun a.s. edhe në ajete tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamber tjerë të Allahu subhanahu wa taala që të jenë të butë, të sjellshëm, të edukuar, me moral të lartë gjatë davetit, nuk e ka për qëllim me ja u bë qefin ignorantëve. Nuk e ka për qëllim me u përshtat ignorantëve. Nuk e ka për qëllim me lëshu pak prej parimit për hir të tërheqjes së zemrave të tyre, që shkanë me ardhë ajetet dhe shpjegimet e dietarëve në vazhdim. Kur na shohim sot se pjesa dërmuese e njerëzve i ka kaplu kjo pandemi. Qysh e cekëm javën e kaluar. Gjithsesi mundohen që Islamin t'ja përshtatin atyre.
Islamin duhet me shpjegu çish ka thënë Allahu dhe pejgamberi. Kjo është puna jonë. Allahu xhel xelaluhu çse ka vënë kaluar, çse hoxha në libër, nuk i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shfaqe atë e cila është e përshtatshme për ata. Shfaqe atë e cila u ban qefin atyre. U shkon pak për hatri atyre. S'ka thënë shfaqe atë me të cilën kemi urrut prej keqës të tyre. S'ka thënë shfaqe atë me të cilën ti kemi u bë të bukur Islamin në zemrat e tyre që ata pranojnë Islamin. S'ka thënë kështu Allahu xhelalu xhelalu. Ka thënë fasta bima tu'mar. Shfaqe atë të cilën të kena urdhëruar na. Çkaç? Dhe punë tjera janë të Allahu xhelalu xhelalu. Dhe na nuk kena hise në punë të tjera. E shumë për njerëzve sot mundohen me u dhënë diçka njerëzve, edhe pse është ndaluar, me u dhënë diçka njerëzve që ti tërheqin. Nuk dihet ajo. Në qoftë se ti lëshon diçka, në qoftë se ti i përshtysh më ardh, subhanallah. Ky është imam i madh muslimanëve, subhanallah. Far kuptimi ka dhënë Allahu xhelalu xhelalu. Thot Allahu, çka mor vazhdim. Thot Allahu subhanahu taala ja ka garantuar pejgamberit se nëse ti i përshtatesh, edhe ata kanë të përshtat. Nëse ti ngon pak, ata kanë të dëgjuar. Thot megjithatë e ka ndaluar Allahu subhanahu taala. Thot çka thu ti për një person i cili don më u përshtat, ama nuk e din ata çish kanë ja kthy mësne. Shumë prej njerëzve sot don më u përshtat xhailave që mi tërheq, ama nuk kanë garantuar me armë të rreheq ajo. A pejgamberi e ka pas garantuar, i ka treguar Allahu, se nëse ti pak lëshon, nëse ti pak dobësohesh, nëse ti lëshon në parimet e tua, nëse ti i përshtatesh pak atyre, ata le të khadhuka khalila, kanë me të marrë ty dost, kanë me të marrë Allahu thotë kanë me të marrë dost. E kur dikush e merr dikan dost, dosti janë ngon dostën, apo? Dost i na të fol për doslok. Si na të fol për muhabet në çajtore, i na të fol për doslok. Kur dikush e merr dost dikan, kur dikush e ka shok dikan, e ngon me shokin e vet. I nështrohet me shokit vet, se shok e ka, dost e ka. E Allah thot, sikur ti të lëshoje pak, ata kishin të marrë dost. E kur të marrin dost, e ki shansin me bota vet, pastaj shumë ma lehtë është, se i ki bë dostllar. E ka pas garantume, ama Allah e ka ndalu. Që shkohet në ajet, uaddu law tudhinu fayudhinun. Ata dëshirojnë, synojnë, që ti të përshtatesh pak edhe ata të përshtaten ty pastaj. Ama Allah shka i tha, fala tuti'il mukaththibin, mos u nështro. Mos ja u jep atë që ata e dojnë. Mos ja jep atë. Po çfarë më bë? Ja rap, çfarë më bë? Na do të bëj davet apo? Allah thot, fasta bima tu'mar. Shfaqja atë të cilën kena urdhëruar. Transmetoje fjalën tonë. Ja ayyuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. O ti i dërguar, transmetoje atë që tu ka zbrit tyje prej Zotit tan. Ç'kjo puna jote? Kjo është puna e xhallarëve. Kjo është puna e thirrsave. Me e transmetu fjallën e Allahut dhe fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në asnjë mënyrë mos me bë lëshime në parimet e fesë Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se këto lëshime, rezultatin e këtyre lëshimeve e ka pas të sigurt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah e ka ndalu, kurse na nuk kemi kur gjë të sigurt në çështë lëshojmë pej, a e dim rezultatin e përvojës se është shumë i keq. Ka shumë për njerëzve, për shembull, tek ignorantët e vendit dhe kohës tonë, i parashtrohet kjo pyetje shpesh xhallarëve nëpër media, nëpër rrjetet sociale, pyetje a feja a kombi. Tash do më dhon një përgjigje që mos ta prishë çefin. Edhe kur i thosh, po çka bëone? Thot, ja tallavit aty qysh. S'ka më ata tallavit. S'ka më ata tallavit. Duhet më atë treguar. E pyet një gazetar, një artist,
Artista më pishkon muhabeti, po banda vet. A do më shumë pejgamberin sallallahu, a do filan komandantin më shumë. E thot, tash më ki bo pyetje, cilin, sikur me thonë, cilin si po dhe më taj, ka djatë në të majtin, para vëndo, pejgamberin sallallahu e barazon me filan komandantin. Artist i njohur, artist i cili është në kryet vendit kur ka hoxhallar. Është në kryet vendit kur ka hoxhallar. Hoxhallar të ulin kryet vendit. Dhe ky ta bën të barabart pejgamberin sallallahu me dikam prej komandantëve të popullit ton. Pse këta? Qysh me e boni far islami që i përshtatet kombit ton, apo vendit ton, apo mahallës ton, apo familjes ton, mujna me bo diçka të tillë, ama e nuk është islam. Atë mundemi qysh dushna me e qujt, ama islam, fe, që Allah e ka zbrit, prej në bishta ka qelë, në zemën e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk është. Feja islam është Kur'ani edhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhalla xhelaluhu në këto ajete kuranore duke u argumentu se fjala e but nuk është për qëllim me ndryshu parimet e fesë, me u bë qefi njerëzve. Deri me një kohë tërheq vërejtën hoxha prej bidatxhive dhe pastaj për mu duk pak ma i gjallë, nuk jam hoxhëve i këtij xhamati, unë jam për krejt hoxh, a ban me ngu filan bidatxhi, ban me ngu veç fetfat politike, jo këto fetfat sheriatike. Po ku dibe xhamatliu i thjesht me dallu çka politike, çka sheriatike. Nuk dhe me bo dallime. Pse i për kjo fetfa? Po dyqysh me abo qefi pak njerëzve. Dyqysh me tregu që na nuk jena të ngurt. Na jena të ngurt në kuptimin e fejs që mjaftohemi vetëm me ajet e hadith. Nuk jena të drejtë në me menuma. Nuk jena të drejtë në me dhon ideja tonë. Kur të vere dispozita sheriatike. Çka tha Allah në Kur'an? Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara. Nuk i takon besimtarit dhe nuk i takon besimtares që aty ku Allahu vendos diçka, këta të kenë zgjedhje. Do thonë ti s'ki drejt me bo zgjedhje. Si dush më konë musliman, si dush më konë munafik edhe qafir, po zgjedh, s'o problem. Ama musliman hakikat, musliman pasu si pejgamber se sen, ti robi e ti s'ki drejt. Ti e rob i krijuesit, robi i Allahu xhel xhelalu. Çka të thot Allah ti nga? A si dush me qenë ndryshe? Po, është opcioni tjetër. Është opcioni të qenit munafik, edhe është opcioni të qenit qafir. I liri pasaj këtë dunja. Derisa ka dhënë Allah mundësi më qenë i lirë. E pastaj i prangosur dhe i rënë botën tjetër me dënime mbi dënime të dhëmshme. Ama me qenë musliman, hakika çish duhet, dush me qenë i ngurt, i thot, sa i thot ajeti dhe hadithi. Ajeti nuk kena të drejtë në me menue, nuk kena të drejtë në me po zgjidhje. Na veç e ngojnë Allahu dhe i nështrohemi. Çkaq? Kështu është besimtari, kështu është sahabe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A dim rastin kur i kanë thënë Abu Bekrit ai shoku jot është tu pretendu që ka shku prej në Mekë në qape për një pjesë të natë, prej në Mekë në Mesjidul Aqsa për një pjesë të natës, prej këtu ka shku mbi 7 kaçer dhe ka kthia pe. Ka thonë, a ka thonë ai? Ka thonë, o ka, ku kryma, u ka sos kjo punë. Në qoftë se ai ka thonë që ka ustru, e vërtetësh. Çkaq? Pse? Po s'kina drejt na këtë me dhon ideja. A ka thonë pejgamberi Islam, u sos muhabeti. A ka thonë Allah, u kry puna, s'ki drejt ti më shumë. Kështu është besimtar. Çka tha Allahu xhela xhelalu? Tha: "Fala tuti'il mukaththibin, waddu law tudhinu fayudhinun." Dhe këtu kanë nxjerr mësime madhështore, hoxha Allahu aliroft. Thot, këto ajete kuranore i kuptojmë në disa kënde. E para,
Fala tuti'il mukaththibin, mos ju nënshtro përgënjeshtruesve, ata që i përgënjeshtrojnë ajetet kuranore dhe hadithet. Thot, fanaha Allahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yuti'a al-mukaththibin wa hum kuffaru Makkah bima fihi khilafu al-haqq. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndalu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i nënshtrohet jo besimtarëve të Mekkës, Kurejshve, në diçka që është në kundërshtim me të vërtetën. Thot Imam Kurtubiu në tefsirin e tij, nahahu an mumayalati al-mushrikin. Allahu e ka ndalu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ti mumayele që ti përshtatet. Ti përshtat në pak. Unë pak zbres, ti përshtat në pak ti. Thënë ndryshe, t'ja vej pak qefin. Thot, Allahu ja ka ndalu ti përshtatet atyre. Wa kanu yad'unahu ila an yakuffa anhum li yakuffu anhum. Kjo citat shumë rëndësishëm. Thot, ata kanë kërku prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndalet prej tyre. Pra mos të sulmon ata, mos të flet për ata dhe të adhuron të tyre, që edhe ata të ndalen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të abstenon, edhe ata të abstenojnë. Fabayyana Allahu ta'ala anna mumayalatahum kufrun. Dhe shpjegoi Allahu se përshtatshmëria ndaj tyre është kufër. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Thot Allahu, e sikur na mos të forconim ty, ti përpaksa nuk anove dhe për këtë ajet kuranor folëm në ligjëratën e parakaluar. Thot Ebu Saud rahimahullahu ta'ala, të fjala Allahut mos që nështro për gënjeshtruesve, tahyijun wa ilhabun litasmimi ala muasatihim. Thot është nxitje nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala që të vazhdon mos t'i ndëgjon ata, mos që nështrohet atyre. Ej, dum ala ma anta alayhi min adami ta'atihim. Pra vazhdo, i vazhdueshëm në mos nënshtrim ndaj tyre. Wa taslubu fi dhalika, dhe t'jesh i qëndrueshëm në këtë. Dhe Allahu e ka ndalu që ti përshtatet atyre, që të paraqet para atyre të kundërtën asaj që e ka në zemër. Allahu thot Abu Saud rahimahullah, Allahu ja ka ndalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ju shfaq atyre të kundërtën asaj që e ka në zemrën e tij. Waddu law tudhi thot alayhi istijlaban liqulubihim la an ta'atihim. Kjo është shumë e madhe. Dhe këtu shehu e ka nënvizu. Thot, Allahu ja ka ndalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ju shfaq atyre të kundërtën e asaj që e ka në zemrën e tij për shkak të përfitimit të zemrat e tyre, jo për shkak të nështrimit. Shumë njerëz sot ushtiren njerëzve që i thrasin në islam, paraqesin të kundërtën e asaj që e kanë në zemrat e tyre për qëllim të përfitimit të zemrat e tyre. Thot Allah e ka ndalu. Pse? Se Allah e ka urdhëruar t'ja paraqesë atë çka Allah ka urdhëruar. Jo atë çka ti do. Jo atë çka ti mendon, po atë çka thot Allahu subhanahu wa taala. Thot këndi i dytë, waddu law tudhinu fayudhinun. Ata dëshirojnë që ti përshtatesh dhe ata të përshtaten ty. El-iddihan el-linu wal-musana'a. El-iddihan do me thonë butësi edhe përshtatshmëri. Fabayyana subhanahu wa ta'ala huna anna kufara Makkah waddu law anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lana lahum wa sana'ahum wa qad nahahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon neve se mushrikët e Mekës kanë dëshiruar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë ma i but me ta. Do me thonë, s'pas ka qenë i but. Do me thonë, butësin që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëz të kohës tonë e kanë keqkuptuar. Thot shehu, kufarët e Mekkës kanë dëshiru që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë ma i but me ta, edhe të jetë i përshtatshëm, të përshtatet pak atyre. Dhe këtë e ka ndalu Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Abul Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullahu ta'ala në tefsirin e tij.
Ata dëshirojnë që ti t'i përshtatës që edhe ata të përshtatën ty, tad'ufa fi amrika fayad'ufun. Ata dojnë që ti të dëpsohesh në çështjen tënde. Ti të dëpsohesh në davet. Ti të dëpsohesh në parimet e tua. E pastaj edhe ata të njëjtë kanë bërë me ty. Ama këtë ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Thot, au talina lahum fayalinuna. Thot, apo ti ishi but me ta dhe ata t'jenë të but me ty. Wal mudahana muasharatun fi dhahiri wa muhawalatun bighayri muwafaqati al-batil. Thot Imam Kurtubiu se janë përcjell disa dietarë kanë përcjell 10 mendime, disa 8 mendime, disa 6 mendime për këtë ajet kuranor se çka ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala, thot të gjitha kthehen në një kuptim se e ka për qëllim ata dojnë që ti përshtatesh edhe ata të përshtaten ty. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يجاملهم في دينه ويصانعهم ويداهنهم ولا يأتي هذا إلا بتغيير بعض الشريعة. Thot hoxha, Allahu e forcoft. Thot Allahu i ndaloi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ju shkon për çefi. I ndaloi që t'u përshtatet atyre. I ndaloi që të punon me hatër karshi tyre. Thot e hatri, përshtatshmëria, realizimi i çefit të tyre, thot nuk ndodh ndryshe pas me ndryshimin e shariatit të Allahu subhanahu wa taala bi dhikri ma yuhibbun au bi tarki ma yakrahun. Thot duke i fol ato çështje që ata i dojnë dhe duke i braktis çështjet që ata i urrejnë. E këtë e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Do thon Allahu e ka ndaluar pejgamberin se që të fol me ta veç çështjet që ata i kanë qef. Edhe ti le anësh to çirat që u aprish qefin atyre. E çka më bë? Fastabi ma tu'mar. Shfaq atë që të kena urdhnu. Transmetoje atë e cila është shpall tek ti prej Zotit tanë. E treta, thot, waddu law tudhina fayudhinu. Ata dojnë që ti tu përshtatesh, tu shkosh pak për hatri, që edhe ata të shkojnë ty për hatri. Thot, tu e ka përmend Allahu subhanahu wa taala dy çështje, të cilat argumentojnë për maslahatin e davetit. Valla, po për maslahatën të bëna këta. Ha? Allah e ka ndaluar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe pse i ka pas të sigurta rezultatet. Nëse i kishte vepruar, mirë po Allahu e ka ndaluar. Thot e para, çështja e parë, waddu. Ata dojnë, يعني الكفار وهذا يبين أنهم يتمنون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاملهم ويصانعهم مع أنهم أهل التسلط والقوة. Thot, ata dojnë që të shkosh për hatri, kjo argumenton se mushrikt e Mekës kanë dëshiruar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të jetë pak më i butë dhe të shkon pak për hatër të tyre dhe të përshtatet pak atyre, edhe pse ata e kanë pas pushtetin, edhe pse ata janë kon të fortit, edhe pse ata janë kon që i kanë pas njerëzit, kanë dash për pejgamberin sem që të pak më i butë. Thotë e dyta, fayudhinun, dhe ata kanë me shku ty për hatri pastaj. Edhe ata kanë me kshir hatrin ta. Edhe ata kanë me të përshtat ty. Thotë, وهذا يدل على أن النتيجة الادهان معهم متحققة قطعا. Thot kjo argumenton se rezultati i përshtatshmërisë së pejgamberit së ndaj tyre është i sigurt 100%, i prem. Sa Allah thot, nëse ti u shkon për hatri, edhe ato kanë shku për hatri. E njëri kur ka hatër ndaj tjetrit, apo e ngon, apo i nështrohet, apo më mëson punë, i kryen punë, e bën në telefon, edhe dikush për shkak hatrit që ka ndaj tjetrit, aso s'punën. Tash tu hatër është pejgamberi s'ka. Në çështë pejgamberi sa pak ju përshtatet, ata pastaj kanë me pas hatër, e pejgamberi sa kanë i bota vet, kanë për Islamin. A është kjo ideja? Këtë ide e përdorin njerëzit. Thot hoxha, këtë ide e përdorin njerëzit sot në zamanin ton, a rezultati nuk e kanë të sigurt. Po që provojnë. Pejgamberi sa më ka pas të sigurt, megjithatë Allahu subhanahu wa taala
e ka ndalue. Dhe e katërta, thot këto ajete kuranore kanë zbrit në Mekke, kur musliman kanë qenë të dopt, kur sprovat kanë qenë kulminacion, kur pushteti, shtypje, ajo besimtarëve musliman ka qenë kulminacion, kur musliman kanë pas mas shumë të nevoj atë vakt, me ju lehtësu pak sprovat. Megjithatë, Allahu i ka thonë, mos ja ban hatrin atyre, mos ja u ban qefin, mos ju përshtat, po transmetoje atë që të kam transmetu unë tyje, atë që të kam shpallë unë tyje. Po në zamanin tonë, po në kohën tonë, si duhet me qenë gjendja? E thirrse dhe në rrugën e Allahut subhanahu teala. A do të më shku për qefi, asherë për hatër të njerëz, valla për hatër. Shkoja atje me 1 milion muzika, me 1 milion fesade mrejnë në sallë, me të një qëfar degenerimi, thot, po u gjenë që ati, pa hiri kishë qëllu ati, me fort, me pushtet, me ushtri, me polici, me shërime sekrete, me krejt, pe din ku e kanë gjetë një prej ushtorëve të Nusajrive, dikun me një shpi ati, me një podrom, e se pas kam ditë që në salën kryesore në Damas kam u bo këtë zërënin, paramenda, logika është ndoshë, e përnë këta? Se vranë, i kishë qëllut ati, po hatër pak tu, pak hatër tu, pak një përshtat tu, pak aty një përshtat, dhe kur ta shishfun, është gjvesh komplet prej fejsë Allahut, prej fejsë Allahut subhanahu wa ta'ala. Të fjala Allahu xhela xhelaluhu, argument tjetër se butësia dhe sjellja e mirë, se kam për qëllim me lëshu fejnë dhe me abo qefin ignorantëve dhe jo besimtarëve, fjala Allahu xhela xhelaluhu që kena folur për këtë ajet, ku Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata dojnë me çty ty me bo, dojnë me çty ty në fitne që ti të na bësh iftira neve. E në qoftë se ti e ban kët, ata kanë më të marrë ty për dost. E Allahu tha, në qoftë se ti vepron këta, atëherë na kanë më dhënë ty dy fish dënim këtë botë edhe në botën tjetër. Thot Imam Shankiti në Adwal Bayan rahimahullahu taala, ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه. Se jo besimtar për pak sa nuk I kanë bo fitne pejgamberit e stem. Polemika përmenda, ka polemik nga ana e dietarëve në shumë mendime dhe shumë transmetime se çka është për qëllim me këtë, cili është shkaku I zbritjes së këtyre ajete kuranore, dhe na folën për rastin e delegacionit të Thaqifit, që e kanë dhënë ato kushte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe përmendëm se ata I kanë thënë për mendime të tjera se I kanë thënë mi prek, që prej gurnizimin prek edhe zot atje që adhurojnë pas Allahu subhanahu wa taala, edhe mendime të tjera. Thot Imam Shankiti rahimahullahu taala në Adwal Bayan, thot jo besimtar për pak sa nuk I kanë bërë fitnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e qarabu dhalika, do thonë janë afruar ta. Wa ma yuftinunak, thot dhe fjala Allahut, kuptimi I fjalës Allahut me të bëj fitnë, thot yuzilunaka anil ladhi awhayna ilayka. Ata për pak sa nuk të largun ty prej asaj të cilën na ta shpallëm ty, li tefteri alejna ghayra, që në këtë mënyrë na bësh ti iftira neve diçka që na nuk kena zbrit tyje. Qala ba'du ahli al-ilmi qarabu dhalika fi dhannihim la fima nafs al-amr. Ata e kanë afru çështën në mendjet e tyre. Pastaj thot, mana dhalika është thonë se kuptimi I këtij ajeti është ennehu khatara fi qalbihi sallallahu alaihi wasallam an yuwafiqa fi ba'd ma ahabbu. Thot disa dietar kanë thënë se I ka shku në men pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të pranon diçka prej asaj që ata e kanë dashur. Li yujirrahum ila al-islami li shiddati hirsihi ala islamihim, që ti tërheq ata për në islam. Pra ka desh me pranu diçka prej asoj që ata kanë kërku, që ti thirët, që ti krejtë në islam. Ama Allah e ka ndalu. Allahu e ka ndalu. Që me abo qefin atyre. I ka thonë, si kur ti të reprej këtë, atëherë, na kena me thonë denim 2 fish në këtë botë dhe 2 fish në botën tjetër. Thot Hoxha,
وبالتأمل في هذه الآيات وما قيل في سبب نزولها ومعناها نجد ما يلي. Thot duke meditu në këto ajete kuranore dhe në atë çka është thënë për shkakun e zbritjes së këtyre ajete kuranore, na do të shohim këto gjëra. E para, أن ما قيل في محاولة الكفار ليفتنوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض ما أنزل الله كلها في باب مصلحة الدعوة. فإن طلب الكفار لو تأملتهم لو أطاعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما سيطيعهم من أجل تأليفهم على إسلامهم وكسبهم أو على الأقل تحييدهم. Thot, e para, do ta vërim se në përpjekjet që ata i kanë pas, që t'i bëjnë fitnë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shit diçka që ka zbrit prej Kur'anit, dhe atë çka pejgamberi sa mi ka fol vetes vet, thot krejt kjo për davet. Krejt kjo për shkak davetit, jo për diçka personale. Sa ata për personale ka thënë, a do parë, qoftë parë, a do pushtet, tonë pushtet, a do gruaje, qoftë gruaje, veç nalo. Por se në personale ka mujt mi bo kur dush, edhe i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se krejt pasurinë që ka pas Khadija radhiyallahu anha, pejgamberi sa ka pas atë pasuri. A Khadija ka qenë milioner në atë vakt. Ka qenë gruaja më e pasur e Kurajshve. Ka pas shumë pasuri ka pas. Ajo pasuri është edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përpara se ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pas për davet, për maslahat. Që përmendet shumë kjo maslahat, edhe për maslahat, besë për davet e kina. Kur ta shish puni për një tender, për një cop tokë dikon, për një cop parking dikon, për një shtëpi dikon, për një banesë, për një rrogë, për këtë çka. Për asoj që na shohim, që ka dalë mejdan, nuk ka msheft. Është sekret i hapt. Pejgamberi sa ka pas për davet. Thot që ata pastaj ti nënshtron pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi sallallahu ti zbut zemrat e tyre dhe ti tërheq rreth islamit, apo mas pak ti neutralizon. Thot shehu, qëllimin pejgamberi ka pas mas pak ti neutralizon. Mos vinë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ama Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar. Thot Ibn Qutayba rahimahullahu taala, وكاد يجيب المشركين إلى شيء مما أرادوه ليتألفهم بذلك. Thot pejgamberi sallallahu për paksa nuk u përgjigj mushrikëve në diçka që ata dashin. Kto që ata diçka që ata dashin I përmendëm na. Kanë dash këto kushte dhe pejgamberi ka fol njërin prej tyre. Kur ta thejnë Lotin me shku me thirr vet. Tamam, e thënë ne mos e thënë ju. Ktu I ka fol vetë tamam, nuk ka punë e madhe. Thot që ti lidh zemrat e tyre për me thirr dhe për me pranu ata, për me pranu Islamin. E Allahu I zbriti ajet Kur'anor dhe I tha walau la an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Sikur na mos forconin pak ty, ti për pak sa nuk anove, e në qoftë se e bëje, atëherë na do të jepnin ty dënim dy fish në këtë botë edhe në botën tjetër. Thotë e dyta, an Allah subhanahu wa ta'ala جعل تغيير بعض الشريعة من أجل التأليف الكفار افتراء على الله فقال لتفتري علينا. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى ndryshimin e diçkaje pak prej shariatit për shkak davetit, për shkak lidhjes së zemrave të tyre për një davet, Allahu e ka emërtu iftira kërshi Allahut, shpifje kërshi Allahut. Se Allahu I tha pejgamberit se ata dojnë të bëjnë fitne që ti të na bësh iftira neve. Çish I bëhet iftira Allahut? Kur ndryshon diçka prej fjalës Allahut subhanahu wa taala. S'po tham nuk I na të bëj muhabet për ata tagutat që të kanë lënë komplet shariatin e Allahut subhanahu wa taala, dhe I thonë vetë musliman, edhe këtë shariatin e kanë lënë, dhe thonë që shariati nuk është I përshtatshëm për kohën tonë, gjykojnë me listë të tagutit, edhe thonë vetë musliman, falë namaz, japin zakat, shkojnë art. S'u më fol për to. Për dikan që van pak diçka. Pak me apo çefin, me ndryshu pak për fesë. Allah ka thënë iftira ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot hoxha e treta, thot Allah subhanahu wa taala na ka informuar se rezultati I iftiras, në qoftë se e bëjna, lau hasala waqa, në qoftë se ajo ndodh, mutahaqqikatun min janibil kuffari. Thot në qoftë se e bëjna këtë iftira, e rezultati
Nga ana e besimtarëve ka me qenë i realizueshëm. Të lësho pak pej, na kërët më për dost. Pejgamberi e ka pas të realizueshme këta 100%. Allahu ka tregu se nëse ti lëshon pej, u ban çejf në tyre, ata kanë me bë dost apo, sa ata kanë pas dost. Ata e kanë dash më herët. Po për shkak se s'ka qenë i but me ta kur i ka bota vet. Pra, butësin ata e kanë qujt jo butësi për shkak se u ka shoh Zotot u ka hedh poshtë besimin që ata kanë pas. Allah thot, tash nëse lëshon pak pej, ata apet bëjnë dost tyre. Pra është e realizueshme dhe e prej me këtë çështje. فبين أنه لا أطاعهم في بعض الأمر لا صافوه ووالوه واتخذوه خليلا. Thot, dhe Allah në shpjegon se sikur pejgamberi sa stem të lëshonte pej diçka prej çështjes, ata kishin me emisue, kishin me marr për dost, kishin me bë për mik pejgamberin sa stem. Wa hadha qad yakunu maksaban. Thot dhe kjo mund të qenë çështje arritje. Ti me i bë ata me të dëgju fjalën tënde, me të nështru ty në fjalët e tua, kjo është arritje, apo. Thot lian al-khalil yutiu khalilahu. Thot për shkak se dosti i nështrohet dhe dëgjon dostin e tij dhe e thirr në Islam. Wa ma hadha hadhara minhu ashad at-tahdhir. Thot po megjithatë Allahu ja ka tërheqë vërejtën pejgamberit stem me tërheqje më të lartë. Kujdes mos e bën. Edhe në qoftë se ata të ngojnë, edhe ata kanë më të ngu, ama ti nuk dush me bë. Ti dush me transmetu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Thot e katërta an Allah subhanahu wa taala hadhara min mujarrad ar-rukun al-qalil ila al-kuffar. Thot Allahu subhanahu wa taala, për këtë e kuptojmë se Allahu xhelaluhu ja ka tërheqë vërejtën pejgamberit e stem që mos të ban asnjë anim të pakët, jo diçka shumë. Jo me bë diçka shumë. Jo me dal të shndërgjena fjalë katastrofale. Fjalë që argumentojnë që s'kan lidhje me bazën e fesë Allahu subhanahu wa taala, me tauhidin, me akidin, sa të fol. Pa diçka më apo çefin. Me lëshu prej fesë Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala na ka tërheq vërejtjen. Thot dhe e pesta na ka tregu neve Allahu xhelalu se i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në qofse e ban. Ai nuk e ban, sa është i mbrojtur prej Allahut me e ban. Po sikur supozimisht kish ndodh kjo, na kish me ta dhon ty dënimin dy fish. Këtë bot dy fish botën tjetër. Thot hoxha, në qoftë se kjo ka qenë për pejgamberin thëstem, po për neve. Për neve, në qoftë se kjo është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që nëse lëshon pe Allah jep dy fish dënim këtë botën botën tjetër. Për të tjerët nga pejgamberi, për pos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë edhe më përparsor me marr dy fish dënim në këtë botë edhe në botën tjetër. Është edhe një pjesë e ajeteve shumë e rëndësishme që do të vazhdojmë inshallah javën e ardhshme që ta përmbyllim këtë temë me këto ajete kuranore. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.